gjënë që them, po provën e kam kalu. Fëmijë tani i kam mbi adoleshencë, i kam vërtet shok, i kam dhe partner, në biznese në të gjitha, dhe për para më kanë thënë gjithë po gabon. Sepse ti po i trajton fëmijët si shok, në kuptimin e kësaj që mu më tregoni çdo gjë, nuk i kritikoja, i bëja sigurim mbështesja dhe gjeja një shembull diçka, do një stërollim, një punë të jashtëzakonshme, atë që themi jo edukim të drejt për drejt, ato duan një të sofistikuar dhe duan të ndjejnë ty sikur të kanë krah. Iku kjo. Po të shpjegoj diçka. E kam thënë dhe diku tjetër. Është gjetë gur në atë i shkruajtur me ato piramidave të Egjiptit, nga këta gjuha e parë, edhe aty shkruante mirë ne për të rini që po vjen. Sepse, a e kupton që ndodhë, sepse brezi i prindërve, që po themi është brez më i madh, pa diskutim se fëmijët e tyre, nuk arrin t'i kuptojnë, dhe në moment që nuk arrin t'i kuptojnë, dhe thot kjo që them unë, sepse dikur në prindit na i bëni kështu etj. Ajo vetë do këtë qenë rebele, po nuk e tërgon tani, e tërgon pjesën e mirë të vetën. A kupton, unë e pranoj që kam qenë rebel. Mu ka pasi moment goca që më ka thënë, po ti më ke thënë që i ke bërë njerë kështu. Dhe tani po më ndalon. Gjithë prindin ka qenë rebel, Qesha dhe i thash po ke shumë drejt që ma kujtova, dhe ke drejt a bësh se e kam po vëdhe. 5% mund të ke pas prindër... Dori të lutëm? Po pëse prindët janë të studuar që po këtë për prindët ti. Kush do t'i dali për zot, Dori? Ore, prindët kanë sensin e mirë, por nuk janë të aftë për të bërë sot me këtë rini, me këtë zhvillim të kajtë... Dori... Nuk që ka kjo punë. Po se s'janë, se janë të premambetur. Ti vete... Nuk ka lidhja... Dori, të lutem, se është koha e Dorit, Marcela, të lutem. Marcela. Po mirë, gjitha këto arsye janë. Ju jeni në një zonë në kombinat. Ju jeni në një zonë në kombinat. Mund të takojnë edhe për një kafe aty. Unë zonë, në kombinat kam i 30 vjetë. Dori. Problematika... Janë dhe në Tiranë e retë dy. Problematika është si mund të ndërhyet ke këta të rinj. Po pra. Do më thënë ke këta adoleshent. Nuk ndryhet do të. Po jo Gazi, po në lërë, pra se ajo është paracetamol, po në qetëson tani. Do fillosh të kryosh marrëdhënie që në moshë të vogël. Marcela, lëre pak të lutem. 12-14 vjeç ti ke ndërtuar një marrëdhënie që vazhdo ta bësh. Marcela, të lutem. Kjo është. Mendoj, patjetër që asnjëherë nuk është vonë, por fatkeqësisht koha po na tregon që jemi jo vonë, po mbase jemi në rrezik të parekuperueshëm. Problemet që ka Shqipëria e ka Europa, mos mendoni se jemi jashtë. Jemi vetëm ne dhe tek ne vritën të rinë. Kemi Italinë, Soje, Gjermaninë. Kush do t'i dali për zot tani?